Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të mërkurë datë 10 dhjetor. Në gazetën Dita mund të lexoni hija e Kremlinit si shpërndahen në mediat shqiptare profecitë e rreme të një gruaje mistike bullgare që njihet si Baba Vanga, çfarë fshihet pas tyre. Sa realist janë zërat se po shkojmë drejt një lufte mes Turqisë dhe Izraelit. Në gazetën Panorama mund të lexoni projekt ligji nga shëndetësia tek arsimi, rrugët e burgjet, çfarë jepet me koncesion. PS kalon e vet me buxhetin me vlerë 886 miliard lekë, rrëzohen 60 amendime. Ndahen paratë e shqiptarëve. Në gazetën Telegraf mund të lexoni vetëm drejtësia përcakton përgjegjësitë për agresorin apo viktimën dhe jo qeveria. Kryeministri Rama, gjykatat kërkojnë nga kushtetuesi arritje page deri në 3100 euro, rrezik reali përmbysje së balancës mes pushteteve. Në Panorama Sport mund të lexoni Liverpooli është gjallë, thyen Interin në San Siro. Cague dua këpucën e ardhe titullin kampion. Humbje dhe loje dobët vllaznia pa ritëm jashtë Shkodrës. Tekniku Moriero paralajmëron luaj edhe me të rinjt. Kalendari kundër 4 ndeshje në transfer dhe 9 largime të projektuara. Bicaj mesazh Besës në Lushnjë nuk merr pik askush.